Me afrimin e stinës së dimrit dhe paralajmërimeve për rreshje, kanë filluar edhe përgatitjet për menaxhimin e situatave në rrugë në Prizren. Drejtori për shërbime publike Çej Lamaj ka theksuar se janë marrë masat e nevojshme për pastrimin e rrugëve dhe menaxhimin e kushteve të vështira atmosferike gjatë sezonit dimror. Si çdo vit, komuna e Prizrenit për sezonin e dimrit përgatitet me të gjithë infrastrukturën e nevojshme pas rreshjeve të borës apo ngrisave. Ne kemi siguru krypte mjaftueshme për shkak të ngrisave, kurse makinerinë fatmirësisht e kemi kompaninë e Korregjoni, e cila me kapacitetet e veta të mjaftueshme, sikur në vitet e kaluara ka dalë gjithmonë e suksesshme në terren, po në rast të rreshjeve më të mëdha të borës, operatorët tonë ekonomik dhe i falenderoj se çdo vit me kërkesën tonë janë dalë pa kompenzim dhe e kanë ndihmuar. Ai ka bërë të ditur se ekipet janë të gatshme të intervenojnë në çdo situatë, duke siguruar që të gjitha rrugët të mbeten të qarkullueshme, si në qytet, gjithashtu edhe në vendbanimet rurale. Qytetarët e Prizrenit dhe fshatrave përreth kryesisht mund ta presin qetë dhe të gjitha rrugët duhet të jenë të lëvizshme. Ne kena ekipe të cilat veprojnë në qytet, në rajonin e Zhupës, në rajonin e Hasit dhe në rajonin e Vrinit, të cilët janë rajone të cilat ka kapacitete edhe të rreshjeve të borës më të mëdha. Mirë po kemi edhe në qytet ku nuk do të lënë asnjë rrugë të pa qarkullueshme. Ndërkëtë, qytetarët këshillojnë të lëvizin me kujdes gjatë ditëve me kushte të vështira atmosferike. Gjithashtu bëhet thirrje të raportojnë çdo problem në rrugë në mënyrë që ndërhyrjet të kryhen sa më shpejt.